Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani vezë të zjera, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe trurit tuaj. Veza është ndër produktet që mbart vlerat jashtëzakonshme ushqyese, renditur në listën e 10 super ushqimeve që nuk ka mëngjes të këndshëm që mund ta evitojë atë. A keni pyetur veten se cila vezë është më e vyer dhe sa vezë është më mirë që të konsumoni në ditë? Sipas Brightside kemi mbledhur rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton se 1 deri në 3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega-3, të cilat konsiderohen sot si super veza e shëndetit të mirë. Veza me omega-3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të listoj më të mirat që vijnë në organizmin tuaj nga konsumi të paktën 2 vezëve çdo ditë, sipas health.com. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është të provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasura me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon në absorbimin e kalciumit. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të dytën, sidomos në qoftë se ata zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B mbron lëkurën, flokët dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteina të tretshme në ushqim kontribuojnë në forcimin e flokëve dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulave promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Do të filloni të humbisni më mirë në peshk. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezët për mëngjes, humbisni peshk 2 herë më shpejt. Gjithashtu, një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë më të gjatë, duke u lejuar të ulni sasinë e ushqimeve të konsumuar brenda një dite. Konsumi i vezëve çdo ditë do të parandalojë plakjen dhe do ta ngadalësojë atë. Kjo është e dukshme nga ulëntimi kryer nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhduken dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt, rrullat rreth syve u zhduken dhe u zbehen ndjeshëm. Dhe veza mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Gjithashtu, edhe përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e organizmit. Vezët e zjera janë opsione të thjeshta dhe ushqyese. Një vezë e madhe e zjerë përmban afërsisht 78 kalori, duke u konsideruar si një siguri e mirë e proteinave, yndyrnave, vitaminave dhe mineraleve thelbësore. Gatimi i ruan shumicën e lëndëve ushqyesve në vezë, duke e bërë atë një zgjidhje të përshtatshme për një vakt të shpejtë dhe të shëndetshëm. Vezët janë të pasur me proteinë të cilësisë së lartë. Ato përmbajnë të gjitha aminoacidët thelbësore që nevojiten trupit në rritjen dhe rikuperimin optimal. Ato janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminave, stimulojnë prodhimin e energjisë, shëndetin e kockave dhe të tjera. Përveç kësaj, vezët e zjera përmbajnë kolinë, lëndë ushqyese të rëndësishme, shumë të mira për shëndetin dhe zhvillimin e trurit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Njihuni në këtë video me përfitime shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezës në mëngjes si një pjesë e regjimit të kujdesshëm shëndetësor ju ndihmon të humbisni në peshk. Vezët ofrojnë edhe yndyra të mira. Vezët e nxjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e mirë të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve të sëmundjeve në zemër.
Këto yndyrra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në zhvillimin e niveleve të insulinës e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasur me proteina. Vezët e zira natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Ajo mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Janë të mira për kockat e forta. Vezët e zira janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon gjithashtu nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Gjithashtu vezët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për trupin dhe shëndetin tuaj. Ta hash vezësh të mjaftueshme e shëndetshme, ndërkohë që opinionet mendojnë se nuk janë aq të shëndetshme. E nëse jeni një prej atyre që besoni kështu dhe nuk hani vezë rregullisht, ja arsyet pse duhet të shtoni rregullisht në menun tuaj vezët. Gjithashtu, vezët janë të pasura me vitamina A. Një vezë mesatare e mbushur është me disa vitamina esenciale për shëndetin si vitamina B2 ose riboflavin, që ndihmon trupin të zbërthejë ushqimet dhe të shndrojë atë në energji. Vitamina B12 ose cobalamina është vitale për prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut. Vitamina A ose retino që është shumë e mirë për shikimin tuaj. Vitamina E ose tokoferol ndihmon në luftimin e radikaleve të lira që mund të shkaktojnë dëme qelizore në inde e që mund të çojnë deri në probleme të rënda. Vezët ju japin minerale esenciale. Vezët janë përplotë me fosfor, hekur dhe zink. Këto minerale janë vitale për trupin tuaj. Njeriu ka nevojë për hekur dhe gjithashtu që të mbajë trupin të fuqishëm. Zinku mban sistemin imunitar në top formë dhe ndihmon trupin të kthejë ushqimin në energji. Fosfori është i rëndësishëm për kockat dhe dhëmbët e shëndetshëm. Vezët janë gjithashtu një mburojë shumë e mirë për shikimin. Të verdhat e vezëve janë përplot me zeaxanthin dhe lutein, që të dyja minerale antioksiduese që janë treguar se mbrojnë nga degenerimi muskular dhe gjithashtu ato ndihmojnë në rregullimin e syve edhe në të dietat. Ulëntuesit kanë treguar se ta hash vezë në mëngjes ndihmon që të kufizosh konsumin e kalorive gjatë gjithë ditës. Muskujt e barkut gjithashtu do të jenë më të shëndetshëm. Vezët përmbajnë substanca të veçanta të aminoacideve që bëjnë proteinën e vezës të lehtë për të absorbuar nga trupi. Kjo do të thotë se vezët e zjera janë ideale për riparimin e muskujve edhe në ushtrimet tuaja të forta, duke e kthyer atë në një nga lëndët ushqyese më të mirë. Gjithashtu vezët duhet të shtohen me patjetër në menun tuaj ushqyese, duke ditur edhe vlerat që ato përmbajnë. Të dhëna thonë se sasia ditore e vezëve është e gjitha në varësi të regjimit ushqimor që ndjek personi. Një vezë vetëm përmban 80 kalori, 5 gram yndyrë dhe 6 gram protein. Nëse ju duhet që të merrni më shumë proteinën për trupin tuaj, ngrënia e vezëve, sidomos në formën e zjerë, 1 deri në 3 vezë në ditë nëse merreni me aktivitete të ndryshme ushqyese ose me ato sportive, do të jenë një zgjidhje shumë e mirë. Por nëse nuk e dini proteinat që hani gjatë ditës ose nuk merrni proteinën e favurshme, atëherë veza do të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Vezët do të rregullojnë sistemin tuaj imunitar dhe konsumi të paktën 1 deri në 3 vezëve në ditë, sipas American Journal of Clinical mund të ofrojë shumë vlera të larta si për shëndetin kardiovaskular, ashtu edhe atë imunitar. Ndaj konsumoni vezët e zjera në mënyrë që të merrni më shumë përfitime prej tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.